Se nuk është më rëndësi a i kanë ditë emrat, se është çështja e juja e brendshme, tek e fundit. Qysh e zgjedhni ju nuk është e junave ose e publikut me vendos, tek e fundit e keni një udhëheqës i cili vendos shumicën e gjanave, edhe sado që nështë neve na duket shumë autoritar, është ajo organizat cilën ju aty funksionani, do më thonë në atë ekosisteme dhe qashtu qysh ju pëlqenë dhe ata njerëz që në lidh brenda qësaj ide të kësaj partisë, do më thonë rrinë aty, ju pëlqenë që kë parti, kemi partit ndryshme, ju jeni deputet që asoj, pa marrë parasysh se nuk ju fajsoj ju e pësë është vendosë ndryshe. Unë qka mu personalisht nuk më pëlqenë është kjo fjalimit cilin e kom dëgju sot, edhe është mënyra edhe më duket si propagandë viktimizuse. Pse mu viktimizu një parti e cila i ka 48 deputet, e ka dhe më thonë 42% i ka... Kur nuk vinë të tjera, qysh mos mu viktimizu? Amo, qëre, nuk mund është mu viktimizu arbër se e ki fuqi absolute. Po i thras gjithë në koalicion, që do dy subjekta ta nuk vinë. Shkojmë në zgjedhje, qka me bo tjetër po sësaj? Ju keni zgjedhje dhe ju, pse për dëkën se keni ftu heq. Po s'po dojmë. Po ju nuk po dëni pa përshe, po është e juja me kriju që qeveri, qëta do të me kuptu? Edhe plus tjerave, 8 muaj kena dëgju. Kje deklarimin e Partisë Demokratike që thëtë nuk kam afërsi me vetëvendosjen, ne themi nuk kemi afërsi. A mund është pranverë me bashkëpunu ti me një televizion tjetër, sepse tash do më dha një në Kanal 10, apo nuk mund. Po jo, sepse me gjithat je që më dhonë. Po, unë e muj me bashkëpunu edhe bashkëpunoj. Po, marrë dhe si shambull, a e të kuptu. Në dëgjam, ti bashkëpunon njëherë me këtë televizion, tani me tjetërin nuk është problemi aty. Edhe nuk do më thonë që do të mu prish me këtë televizion pëse bashkëpunon me tjetër Unë e thashë në kuptimin simbolik, a e të kuptu. Edhe me partit, në qëfëse ke bashkëpunu me LDK-n, tash po ki do më thonë mund është edhe me PDK-n, që ato po du me thonë. Unë e di që po avokën, se shumë kanë avoku për me shkuna me PDK-n. Po s'po dojë me PDK-n. Që se dikosh me nanë që të shtetë, normal, do të më kun abnormal, për një më s'më kun regull, me u gëzun që se së kriju qeveria. Se ne kem nevoj me u kriju qeveria dhe stabilitet e institucioneve. Do më thonë, njerëz të cilët, unë po isha kanë shpërthy në atë farë mënyrën, kishëm e kemi shilu, ne e kemi dit, nuk o bo. Unë ju më kumpi që atyne që ma ka marrë mendja ka pas që thujnë të na indikacione që nuk ka me u bo, se për një me ka zgjatë shumë, edhe 8 muj është dhonë. është thanë që jep një votat për parlament se ne do të bojmë qeverin. E ka thonë vetë kryeministin dhe tyrë. Po tash ku janë që ato fjallë? Ku po jetë, do më thonë krejt kjo se qka kemi prit na? Unë menaj që vetëvendosja nuk ka me kalu mirë në këto zgjedhje, edhe që mbahën, edhe ma mirë që po mbahën. Për arsye se do të me ndru kursin në rrafshin e jashtëm. Nuk e ka vetëvendosja problemin me këtë popullin këto, ose me njerëzit këto. Për arsye se kanë qenë qeveri, edhe këto parti politike cilat i kemi ne, e kanë bajt mjaft gjatë. Edhe nga gabimet e tyne të cilat kanë qenë do matrona e do matleta, është rrit vetëvendosja, është rrit dhe më thonë një pjesë e popullit që nuk është pajtu me politikat e tyne, apo me që ato gabimet që kanë ndodhë, po kryesisht në rrafshin e brendshëm. Po jo problemin kryesor nuk e keni në rrafshin e brendshëm. Sa që njerëzit mund nuk merren edhe me ato, a ko pak që aty korupcion, a energjia, a jo, besëm nuk pju bën as për shtypje. Kryesisht, po na bën për shtypje, kjo aliancat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në sankcionet cilat jem, EU-ja mas pari, tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që kjo është këtë thelbje i qasaj, për arsye se jem të jetu një kohë, ku luftat kanë shpërthyn gjitha anë, që mos mu përsërit, se po përsërit dhe shumë shpesh, edhe që tu e kem kryesisht problemin. Edhe kem problemin që nuk po kem qeveri. Kush është fajtor që s'kemi qeveri? Kushtim është dashtë kryeministi Kurti, se e thash dhe njëherë, me 48 deputet, ti je i zoti i shpis, ti e ki marrë shumicën, ti do të me bo zgjedhje, që ajo është krejt.